Vetëm pak orë përpara zhvillimit të protestës kombëtare të thirrur nga Partia Demokratike dhe aleatët e saj kundër qeverisë Rama, kreu demokrat Sali Berisha ka ftuar qytetarët të bashkohen kësaj betejë si kundër ai e konsideroi. Sot inaugurojmë fillimin e betejës për përmbysjen përfundimtare të Edi Ramës. Këto pak orë që na ndajnë nga protesta që inauguron fillimin e betejës për përmbysjen përfundimtare të Edi Ramës dhe narkoshtetit të tij, ftoi çdo demokrate, çdo qytetare të dalin në sheshin e betejës, të vinë në Tiranë të bindim çdo shqiptar se një mision i madh na pret, se ky mision është shansi i jetës për çdo qytetar të këtij vendi. Shansi i përmbysjes një lloji si në Bangladesh, Nepal, Sri Lanka të diktatorëve autokrat, të cilët pasi vjedhin dhe plaçkisin miliarda kombet e tyre, ja mbathin si armiq në vende të tjera, u shpreh Berisha në konferencën e përditshme për mediat. Kryedemokrati ftoi edhe forcat politike opozitare të bashkohen protestës së tij sot ora 18. Ftoi të gjitha forcat politike opozitare, të gjitha ata që ndihen opozitar, pavarësisht nga dallimet që kemi, të bashkohemi sot për t'u dëshmuar shqiptarëve dhe botës se nuk ka forcë që na ndalon dhe na pengon pa përmbysur regjimin marrëmiqësor më të keq që shqiptarët kanë njohur në histori. Unë kam besim të madh se Tirana po zjen, se Shqipëria po zjen dhe se protesta e sotme do të shënoj kthesën e madhe. Do të shënoj kthesën drejt fitores së çdo qytetari të këtij vendi për dinjitetin e tij, për familjen e tij, për të ardhmen, por edhe për vendin dhe kombin e tij, u shpreh ndër të tjera Berisha në konferencën pak përpara protestës kombëtare.